Përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 15. Deputetët dështuan edhe në përpjekjen e 12 për ta konstituar kuvendin pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. As sot, Komisioni për votim të fshehtë për krye parlamentar nuk mori votat e mjaftueshme. Seanca u ndërprer për të vazhduar të premte në orën 10. Vonesat janë bërë të zakonshme në seancat për konstituimin e kuvendit. Edhe skenaret janë të njëjta. Kryesuesi i seancës njëherësh deputeti vetëvendosjes Avni Dehari sërish kërkoi që të votohet komisioni për një proces të fshehur të votimit për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit që vije nga vetëvendosje kandidatja Albulena Haxhiu. Kemi mbetur te pika e 3, zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe vazhdojmë në këtë seancë me këtë pikë. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3 dhe 5 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK, Nisma, nuk kanë propozuar antarë të Komisionit Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Republikës Kosovës. Por Dehari mori kritika nga disa deputet pasi para se të kalonte në votim. Ju kërkua të sqaronte përbërjen e komisionit, rolin e tij dhe të konfirmonte kandidaturën e Albulena Haxhiut për kryeparlamentare. Pavarësisht reagimeve, kryesuesi Dehari vazhdoi me procesin e votimit, në të cilin po merrnin pjesë vetëm deputetët e vetëvendosjes dhe disa deputet të minoriteteve jo serbe. Kush është për? Rezultati jo i kënaqshëm i votimit shtyri kryesuesin Dehari të lexojë edhe interpretimin e gjykatës kushtetuese për rastet e tilla të votimit, i cili siç pretendon deputeti Dehari, deputetët nuk kanë të drejtë të mos marrin pjesë në votim. Më duhet edhe një herë t'ju kujtoj se gjykimi i gjykatës kushtetuese numri 119, sy për 14, pika 28, i obligon deputetët të votojnë për, votojnë kundër, të abstenojnë, por jo edhe të mos votojnë. Por as ky paralajmërim i Deharit nuk i bindi deputetet e PDK-s, LDK-s, AK-s që të ndryshojnë qëndrim. Madje derisa po e lexonte rezultatin e procesit të votimit, deputetëve nuk ju priste që të dalin nga salla. Seanca ndërpritet, shihemi me 9 maj në orën 10. Edhe pas dështimit të sotëm të konstituimit kuvendit, subjektet politike akuzuan njëra tjetrën për blokim të këtij institucioni. Partia që doli e para nga zgjedhjet e shkurtit, Lëvizja Vetëvendosje, tha se vazhdimisht po ofron zgjidhje, por që subjektet e tjera nuk janë të gatshme ta bëjnë këtë. Në anën tjetër, PDK, LDK dhe AK akuzuan Vetëvendosjen për mungesë të vullnetit politik për dalje nga situata e krijuar. Ftoj deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? As pas letrave të shkëmbyera mes kryetarësh të partive, as pasi që ulën për të 12 herë në sallën plenare të Kuvendit të Kosovës, të zgjedhurit e popullit nuk u dakorduan për të formuar komisionin për votim të fshehtë, i cili do t'i jepte dritë kësaj forme të votimit. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Kuran Murati, tha se partitë politike kanë refuzuar ftesat, bashkëpunimin si dhe zgjidhjen, si tha ai, edhe përmes votimit të fshehtë. Pra refuzojnë ftesat, refuzojnë bashkëpunimin, refuzojnë zgjidhjet me votim të fshehtë dhe në anën tjetër dalin e akuzojnë partinë fituese që po bllokon konstituimin e kuvendit. Kjo pra nuk mund quhet asgjë tjetër pas hipokrizi, besoj që qytetarët të gjithë po e shohin se kjo blokadë që po bëhet ka adresë të caktuar dhe po bëhet pikërisht nga partitë opozitare, shfrytëzoj rastin që edhe një herë t'i ftoj, pra që të reflektojnë dhe së paku të jepet mundësia votimit të fshehtë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, i kërkoi vetëvendosjes të ndrojë emrin e kandidates për kryetare të kuvendit, nga se deputeti Albulena Haxhiu nuk do të mund të bëhet kryeparlamentare. Ai thekson se Lëvizja Vetëvendosje ka marrë peng shtetin. Ky është një degradim për cilin asnjë se kemi paramenduar që mund duhet ndonjëherë. Ky është edhe vunim i verdiktit qytetarëve të Republikës Kosovës, sepse pas nesër bëhen 3 muaj
që i kemi mbajtur zgjedhjet dhe ato zgjedhje kam prodhuar këtë përbërje të kuvendit, e cila e ka për obligim që ta konstituoj kuvendin e Republikës Kosovës. Për lidhjen demokratike të Kosovës, vetëvendosjes i mungon vullneti politik për zhbllokim të këtij institucioni. Deputetja e këtij subjekti politik Hykmete Bajrami thotë se me këtë ngërsh politik po anashkalohen të gjitha problemet e qytetarëve. Besoj që është e qartë për ju dhe të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës se kush është bllokuesi dhe kujt i mungon vullneti politik për të bërë zhbllokimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Kur nuk ke numrat, si rasti i lëvizjes vetëvendosje, nuk mund të diktosh të tjerëve mënyrën për zhbllokimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Albulena Haxhiu, emri i së cilës sipas partive të cilat kanë qenë në opozitë legjislaturën e kaluar, ka lënë në bllokad kuvendin e Kosovës duke e futur vendin në ngërsh politik, ka thënë se ka tendencë të injorohet vullneti i qytetarëve të Kosovës. Unë kam thënë në vazhdimsi që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës, në mënyrë që pastaj të hapet rruga për formimin e qeverisë, por duke të hapur që ende mungon vullneti i opozitës për të dhënë kontributin e tyre që të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës. Jemi në një situatë ku ata nuk po marrin pjesë në votim edhe përkundër faktit që gjykimi i gjykatës kushtetuese tekson që deputetët në seancën konstituive duhet të jenë të gjithë pranishëm dhe duhet të votojnë për, kundër ose abstenim. Vazhdimi i seancës konstituive është caktuar për të premten e 9 majit. Blokada e krijuar në kuvendin e Kosovës që nga 15 prilli ka shtuar diskutimet nëse zgjedhjet e reja janë zgjidhje për të kapërcyer situatën e krijuar. Partitë politike tashmë vetë se kanë shprehur gatishmëri për shkuarje në zgjedhje në rast se nuk të kalohet kriza, ndonse disa nga ato këtë mundësi e shohen si opcion të fundit. Profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu vlerëson se gjendja e krijuar në kuvend është dëshmi se zgjedhjet janë afër, ndërsa politologu Albinot Maloku vlerëson se shkuarja sërish në zgjedhje nuk i konvenon askujt dhe se të njëjtat janë në dëm të qytetarëve. Edhe një dështim për konstituimin e kuvendit, a mendoni që po shkojmë drejt zgjedhjeve të reja me që nuk po arrihet një zgjidhje dhe nëse nuk arrihet sigurisht një marrëveshje politike mes palëve? Patjetër nuk do të ketë solucion tjetër, kjo nuk mund të zgjasë, kjo odisejat, kështu parodike, teatrale, pa kuptim, madje edhe pandershme në relacion nga të dy palët, jo vetëm njëra palë, ndaj votuesve të tyre dhe shtetit, mendoj që nuk mund të zgjasë shumë dhe patjetër që do të ulen dhe të merren vesh për zgjedhjen e duhur në kuvend me kryetar dhe nënkryetar dhe një marrëveshje për shkuarjen në zgjedhjet e reja që do të thotë pas konstituimit të kuvendit shpërbërja e parlamentit dhe shkuarja në zgjedhjet e reja të parakohshme dhe të jashtëzakonshme. Pra mendoni se janë afër apo jo? Po patjetër, tani më po shohim edhe shenja dhe simptome të një parafushate nga akterët të ndryshëm, qofshin format e ndryshme të paraqitjes, reagimit, po dhe modaliteteve tjera, pjesëmarrjeve të caktuara në solemnitete ose në aktivitete brenda dhe jashtë vendit. Po kujt i konvenojnë zgjedhjet e reja? Askujt. Është dëm i madh çdo sekond që po humbet në këtë odisejad absurde, që këta po ja dedikojnë faktikisht apetiteve, orekseve të tyre politike dhe betejave të tyre politike, ndërkohë që, po them, pasojat janë dhe dëmet të pariparueshëm për Kosovën, ja përfaqësuesja Bashkimit Evropian për zgjerim zonja Kos tërhoqi vëmendjen se pritet qeveria e re në mënyrë që eventualisht nëse plotësohen kriteret e duhura në planin e rritjes të Bashkimit Evropian dhe procesi i Berlinit, Kosova do të ketë një pjesë të rëndësishme të mjeteve, nuk mund të bëhen dhe do duhej që ndoshta ditët e para të pas konstituimit, nëse konstituohet kuvendi dhe qeveria, pastaj nga cilat do palë që të ketë në trajtim pikërisht miratimin e atyre marrëveshjeve që nuk janë miratuar, do të thosha unë me shumë pakujdesi dhe mos respekt ndaj shtetit,
në legislaturën e kaluar dhe këto të tjera të cilat do duhej që të miratohen në kuvend, para se të fillojnë të zbatohen në praktikë. Faleminderit shumë për kohën, prof. Mendershoshit. Zotri Maloku edhe një tentativë dëftuar për konstruimin e kuvendit, a është kjo një shenjë që mund të kemi së shpejti zgjedhje të reja për të dalë nga ky ngërç i krijuar? Faktikisht, zgjedhjet e reja kanë disa parakushte në momentin në situatën aktuale cilën jemi, që në kupton duhet të kemi konstruimin e kuvendit dhe kuvendit ta shpërbëj veten. Për të shkuar në një proces zgjedhor, e cila ndoshta kishte më qenë njëna për rrugdalive të kësaj situatës me numra të cilat i ka ofruar qytetarëve në anë shkurt për subjektet politike parlamentare. Këto situata, këto ngërç që nuk ishin me qenë të tilla, sikur subjekti i parë pas procesit zgjedhor ta njihte realitetin e anë shkurtit, fuqinë e numrave dhe përrjedhoi ta kuptonte mesazhin qytetarëve që ka qenë bashkëqeverisje me partneritet të koalicionit. Këtë subjekti i parë politik nuk po e bën. Dhe kjo është situata në cilën jemi tani ku çdo gjë po merr atë formën jo të mirë përveç se po bëhet repetitare çdo sen që Kosovës nuk i kanë menon. Kuj do i konvenoni në fakt edhe një parë zgjedhje të reja? Vetëm sqarimit të pozicionit se përket numrave, por edhe ky sqarim nuk është se do të ishte shumë i madh me ofertat aktuale, me rrethonat aktuale dhe me disponimin aktual të qytetarëve. Ishte më qenë rënduese për qytetarët në Republikën gjithsesi që të kemi proces zgjedhor. Neve lavdënuam vetëm proces që kemi pasur që një subjekt, konkretisht një qeveri, përmbyllim mandatin 4 vjeçar, dhe tani kemi këtë situatën e cila jashtëzakonisht është e dëmshme për qytetarin. Konvenu përveç sqarimit të numrave askujt. Partive? Subjektet politike mund të varirojnë pak në numra, po nuk është shumë që do të ndodhej fuqizimi njëri subjekt ose kundërta, aq shumë sa për të vrejt ky dallim. Përrjedhoj, konsideroj që një proces zgjedhor i shpejt nuk i konvenon askujt dhe është e dëmshëm për qytetarin. Mirë po them prap, ka një ego të papame nga i pari pas procesit zgjedhor, nga drejtuesi i saj, nga zoti Kurti që nuk i levërdis vendit dhe nuk po arrim me shpjegu me terma politikologjik këtë përqasje të parit pas procesit zgjedhor. Faleminderit shumë për kohën nderuar. Faleminderit për ju. Komisioni Evropian përmes komisionerës për zgjerim Marta Kos është shprehur se është në interes të Kosovës që sa më parë formoj institucionet. Këto komente Kos i bëri në një debat në Parlamentin Evropian kushtuar raportit për Kosovën. The Commission has been following very closely the current political... Kosova nuk mund të përfitojë nga fondet e BE-s pa u përmbushur të gjitha kriteret, tha komisionerja për zgjerim Marta Kos. Ajo kërkoi zhbllokimin e ngërçit politik në vend. Është në interesin e Kosovës që t'i formojë sa më parë institucionet e saj për t'i çuar përpara reformat urgjente evropiane. Kjo do të mundsonte lirimin e fondeve nga ky instrument, me kusht që të përmbushen të gjitha kriteret e tjera. Kos ka përsëritur edhe nevojën që Kosova të përmbush pa vonesa obligimet e saj nga marrëveshja e Ohrit në kuadër të dialogut me Serbinë. Sa i përket aplikimit të Kosovës për antarësim në BE, komisionerja Kos është shprehur se komisioni është i gatshëm që ta nisë punën për përpilimin e mendimit për kërkesën e Kosovës apo të marrë një mandat për një gjë të tillë nga Këshilli i BE-s. Ndërkaq raporti i Parlamentit Evropian për Kosovën, i cili ishte miratuar më herët nga Komisioni i Politikës së Jashtme, përshëndet aplikimin e Kosovës për antarësim në BE dhe i bën thirrje vendeve anëtare që të nisin punën për ta shqyrtuar këtë kërkesë. Po ashtu, Parlamenti Evropian edhe me këtë raport kërkon nga 5 vendet e BE-s cilat nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë sa më parë. Parlamenti Evropian ka kërkuar edhe heqjen e masave ndaj Kosovës, cilat BE-ja ja kishte vendosur para 2 vjetësh. Sipas Parlamentit Evropian, më nuk ka arsye për masa të tilla pasi Kosova i ka përmbushur kushtet për heqjen e tyre. Raportuesi për Kosovën, deputeti nga Estonia Riho Teras, ka kërkuar gjatë debatit po ashtu heqjen e masave të BE-s ndaj Kosovës. Kërkojmë heqjen e menjëhershme të masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian. Ato kanë qenë të padrejta dhe të panevojshme që në fillim. BE-ja financon shumë projekte dhe programe të dizajnuara për të mbështetur agjendën evropiane të Kosovës. Kjo është arsyeja sepse duhet i heqim masat dhe t'i mundësojmë Kosovës të avancojë duke përdorur fondet të cilat i ofrojmë.
Në raport paraqitet po ashtu edhe shqetësimi për situatën e sigurisë në veri të Kosovës, veçanërisht pas sulmit të armatosur në Banjsk dhe në kanalin Iber-Lepenc. Përsëritet kërkesa ndaj Serbisë për të nxjerrë para drejtësisë kryesit e sulmeve në Banjsk, përfshir udhëheqësin e tyre Milan Radojčić. Ndërkaq në raportin e Parlamentit të Evropës për Serbinë të përgatitur nga deputeti kroat Tonino Pikula, Serbia kritikohet ashpër për shkak të raporteve me Rusinë dhe për përpjekjet për t'i destabilizuar shtetet fqinje. Parlamenti po ashtu kritikon edhe politikën përkthelse të Komisionit Evropian ndaj Serbisë dhe e fton Komisionin që për Serbinë të flet me gjuhë të qartë, duke mos relativizuar problemet që ka Serbia. Për më tepër, Parlamenti Evropian kërkon që ndihma financiare për Serbinë të rishqyrtohet nëse vazhdojnë raportet e tilla të Beogradit me Rusinë. Vetëm në 4 muaj, mjetët e fondit të kursimeve pensionale të Kosovës kanë shënuar një rënje drastike mbi 103 milion euro, duke ngjallur shqetësime për mënyrën se si menaxhohen fondet e pensionistëve të ardhshëm. Oda ekonomike e Kosovës ka kërkuar investim të mjeteve në projekte të brendshme përmes një ligji të ri. Më shumë se 103 milion euro vlerësohet se janë humbur nga fondet e trusit të kursimeve pensionale si pasojë e zhvillimeve në tregjet ndërkombëtare, vetëm gjatë 4 muajve të parë të këtij viti. Qytetarët shprehin shqetësimet e tyre duke thënë se ndihen të pasigurt për fondet që kanë kursyer. Nuk për investojnë në vend, këto për qojnë parë tjetër ka, me pa investua, me pru ligjin, me investua ato pare këto, ato pare këshim pru dhe tjerat, edhe nuk ishtë ne ajo, humbje tash, që ti pare të përjashtën, të haberë të këto krizat, na jesim pa zhvillum qashtu. Duhet më konë dikush tjetër, aty në trus që nuk e lejon ato gjana. Unë besoj që këta trusit janë të korruptumës. Një pjesë e madhe të tëne, dhe bëjnë pazar me ata që ku pëllon parë. Të bëjnë pazar, do përshinde i kanë për vetë, unë jam shumë i bindur që dikush për tëne është i korruptum. Është një simptom rënuese e keqe, për shoqërinë, kuptohet, korrupcion duhet këtë, kjo është mendimi im, fatkeqësisht. Sigurisht jo është rëndë, është shumë bare rëndë për qytetarin. Do të mi shpërndata, me shpërla para, mi qu, herë atje në Kroaci, herë në Sloveni, herë ka mos, to janë njerëzit e pa aftë që e ka Kosovën dorë. Trusi i kursimeve pensionale të Kosovës thot se nuk bëhet fjalë për humbje të mjeteve, por për një rënje të përkohshme të vlerës së investimeve si pasojë e zhvillimeve në tregjet ndërkombëtare. Trusti nuk ka pasur humbje, por ka pasur rënje të vlerës së investimeve si pasojë e politikave tarifore të presidentit Trump, gjeopolitikës dhe krizës së besimit nga investitorët në tregje. Megjithatë, këtë javë dhe 2 javët e fundit, rënjet janë reduktuar dhe ka pasur ringritje, pasi që besimi është rikthyer në tregje. Në anën tjetër dhe oda ekonomike e Kosovës vlerëson se humbjet nuk varen vetëm nga menaxhimi i brendshëm i trustit. Kryetari Lulzim Rafuna ka kërkuar që qeveria të ndërhyjë përmes një ligji të ri që do të mundësonte investimin në këtyre mjeteve në projekte zhvillimore brenda vendit. Propozimi i odës ekonomike ka qenë që nëpërmjet një ligji të veçantë të aprovuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, këto mjete të mirën, për shembull, dhe të investohen në një termocentral i cili kishte me kthy në Xhanxhillin në gaz dhe kishim ndërtuar një termocentral me gaz. Domthonë, nëse e shohim, ne kemi shumë nevojë për me investuar në kapacitete të reja të energjisë elektrike dhe duke pas një projekt të tillë, një plan të tillë, parët e trusit si burimi i financimit të këtij termocentrali kishin me ndihmu shumë dhe kishin me ndikuar drejt për drejt në zhvillim ekonomik, por në anën tjetër, përmes një projekti të tillë që gjeneron të hyra dhe ka kthim, para do të ishin shumë të sigurta dhe nuk do të mbarshin nga bursa dhe nga lëvizjet në tregjet e huaja të normave të interesit. Në evidencën e trusit për datën 31 dhjetor 2024 figuronin 3.1 miliard euro, ndërsa më 16 prill 2025 kjo shumë kishte rënë në 3 miliard e 77 milion euro. Një incident është raportuar sot paradite në fshatin Strelc të komunës Deçanit, ku pas një përleshjeje mes 2 personave në një lokal, njëri prej tyre ka goditur tjetrin me vetur dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Rastin e ka konfirmuar policia e Kosovës.
Stacioni policor në Diçan është njoftuar për një aksident në fshatin Strelc, kur kanë arritur në vendin e ngjarjes, është konstatuar se bëj fjalë për një përleshje mes dy personave në një lokal. Më pas, ata kanë dalë jashtë dhe njëri prej tyre ka goditur tjetrin me veturë dhe është larguar, thuhet në njoftimin e policisë. Kjo e fundit ka nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e sakta të incidentit. Qeveria në detyrë ka vendosur për të dërguar një kontingent të forcës së sigurisë Kosovës në operacion humanitar në Republikën e Shqipërisë. Sipas një njoftimi për media, kjo u vendos në një mbledhje të zhvilluar në mënyrë elektronike. Aty sqarohet se mjetet financiare për dërgimin e këtij kontingjenti sigurohen nga buxheti i Kosovës. Bëhet fjalë për operacionin humanitar kërkim shpëtimi në vendin e quajtur Qafe Burrelit në Klos. Ka disa ditë që në këtë zonë po zhvillohet operacioni i kërkim shpëtimit për gjetjen e një të riu që është zhdukur pas qarjes së një rezervuari uji pranë fabrikës së përpunimit të kromit. Kjo mbështetje është në kuadër të partneritetit strategjik me shtetet mike, në veçanti me Shqipërinë, me këtë rast për mbështetje të autoriteteve të shtetit shqiptar, thuhet në njoftim. Në 27 vjetorin e rënjes Bahri Fazliut, familjar, bashkëpunëtore, krerë shtetëror kanë bërë homazhe tek varri i tij duke e vlerësuar si figurë të rëndësishme për çlirimin e vendit. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti teksa vendosi kurora lulesh tek varri Bahri Fazliut, figurën e tij e vlerësoi si shembull të luftëtarit çlirimtar. Kemi pasur shumë veprimtar të cilët e kanë përgatitur luftën, e në mesin e tyre ndër më të shquarit është Bahri Fazliu që mbante pseudonimin Gëzimi. Shkrimet e tij analitike, poezitë e tij romantike, a dhe dashuria e tij e pafund dhe aksionet e betejat në cilat mori pjesë, padyshim që e bëjnë atë një shembull të gjallë jo vetëm për brezin ton, por edhe për gjeneratat që do të vinë, se si duhet atë dheu, si punohet për çlirim, si luftohet për bashkim. Homazhet tek varri Bahri Fazliut bëri edhe kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, ku theksoi rolin e çmuar të familjes Fazliu për lirinë e Kosovës. Një bërtham e lirisë tonë, pra lirisë kombëtare e shërimit, buron pikërisht te familja Fazliu. Jo vetëm te Fahria, e te Bahria që e kujtojmë shat, po te familja e gjerë, te lidhet e tyre të lirisë, me familjet pra veç e veç, edhe ato Zhytia, me gjitha tjerat, me gjitha lëvizjet e asaj kohe, akti i rënjes në altajnë e lirisë Bahrish, në brezhin kufitar, është në trekëndshin që në ndanë pa drejtësisht, është porëshia më e mire e lirish, që është përqu nga kjo familje. Herojnë e Kosovës e kujtoi edhe nipi i tij, Bahri Fazliu. Po bën 27 vite nga rënja heroike e axhës tim Bahri Fazliut. Ne si familje dhe shoqëri i falenderojmë gjithë praneshëm, po sot ishte një ditë më me dhimbje për ne edhe familje, sepse babi, i cili gjendet në Hag, Fadil Fazliu, padrejtësisht po mungon mbas 27 viteve që ka qenë prezent në çdo përvjetër. Ne Bahriut i kujtojmë vetëm poezitë e tina, cilat edhe i ka lanë, edhe vdekjen do ta puth kur lufta do ta kërkoj, edhe nga varri do ngrihem e luftën kur do ta pushoj. Kryetari i Lëvizjes për Bashkim, Vala Murati, u shpreh se Bahri Fazliu ishte figurë qendrore e përpjekjes së popullit shqiptar për liri. Sot kujtojmë një prej figurave qendrore të përpjekjeve tona për liri, një Bahri Fazliu, sot 27 vjet ai ka ra në betejë me forcat serbe. Tërë jeta e tij ka qenë jetë e një veprimtari kushtuar lirisë Kosovës. Bahri Fazliu ra heroikisht me 7 maj të vitit 1998 në territorin e Malit të Zi. Ai ishte antar i lëvizjes kombëtare për çlirimin e Kosovës dhe pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ju falemderit për vëmendje, mirupafshim.